Unë e kisha shumë frikë ta bëja. Ajo ideja që do më dhëmbi, si do dali, në fund mora guximin dhe erdha. Kam shumë kompleks dhe probleme me hundën. Pjesa më e keqe është kur bëj foto, selfie ose çfarë do lloj foto të ndryshme. Ëndra ime është të përkthej libra dhe ëndra tjetër që kisha ishte të bëj operacion hundën. Duke qenë se Italia mbahej për kirurgji estetike dhe për shumë profesionalizëm, do doja të shkoja jashtë, pra në Itali ta kryeja. Vendosa të zgjidhja klinikën Da Vinci, sepse disa mikishat mjet kishin bërë më parë këtu dhe më pëlqeu shumë rezultati dhe profesionalizmi. Është një njëjtë standard, janë të njëjtët mjek, po aq profesional sa në Itali, pra kryen operacione dhe jashtë. Kur zbulon atë veten tënde të re, që po e dashuron, dhe do vetëm të bësh foto, do vetëm të dalësh, të reklamosh, edhe me zi e pres atë moment që do ndihem e bukur. E vërtet është se gjithë secili nga ne do të ndihet i bukur dhe ta dashurojë veten e tij.